vëllon. Me jep një bluzën. Me jep një bluzën, ju thash. Pa besë dhe ka që mizor, kësë mund të jetë kompozitor. Në shkuar vitit, në moshia pyr, kur në jetë nuk kam gënyr. Sa dirë s'kam derdhur, sa shumë punova, për hirë të punës, nuk ku martovo pa jo. Njo pa këngëtarë, njo pa aktor, valtarë dhe kompozitor. Kur nuk njoha për t'jellë shkënjim, ky është mashtrim, ky është mashtrim, ky është mashtrim. Më shkuan vitet, në moshia mbyr, po kur në jetë nuk kam gënyr. Sa dirë s'kam derdhur, sa shumë punova, për hirë të punës, nuk ku martovo pa jo. Që pa besë dhe kaq mizor, kësë mund t'i jetë kompozitor. Kjo pa besi, më që namaz, për kokën tim, për kokën e mamas. Kjo pa besi, më që namaz, o për muzikën. Do t'a pras. Si kam përmejt të pushoj. Në qofë se e shini të asyqme, neve mund të shokerojmë me ombel dhe në fakt. Më falemderit. Interesant. Po nuk e kam asu asë njërë, emrin tua në shpyr. Në është e vërtet. Dhe kjo ka ndodhur për disa divergjenca që neve kemi pasur me ata të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Më lejoni të përfitoj nga rasti e të thjesht mendimin tuaj me lidhje me poezinë time të fundit. Lutem, mbajini pak ombrell. Ja, ky është teksti i këngës Të dashuroj. Të njoha unë ty në frontin e prodhimit. Konxhet metal qeli dashuria jonë. Me hapin e të përparuarve ecim ne të dy, revolucioni tekniko-shkencor na hapi horizonte të reja. Të dashuroj e dashur si ish dashuroj veglat e punës. Të respektoj e dashur si ish respektoj plejt në autobus. Të dashuroj e dashur, të dashuroj. Si u du, profesoresha? Kush? Poezia ime, teksti këngës. Se fillua ty? Në fakët në mbaru. Po unë isha të mbyllur aparatin e veshve. Edhe njerë baka po ju lutë. Nuk është nevoja. Nuk bëjmë poezi për të shurur në këtu. Maestro, kjo nuk është muzikë, kjo është perlë. Në muzikë të tjera dhe Verdi do të kishte zili. Maestro, i në kurios të shihni si kemi ndërtuar kohën e parë? Shumë. Dima, vajza gati. Zini vendet? Në për vendet? Profesoresha, urdhëroni. 3, 4, i!
Mirë dita. Cilin kërkoni ju? Dua kompozitorin. I kam sjell një libër me poezi, ndoshta ndonjëra i duket e përshtatshme për të muzikuar. Kompozitori është transferuar në Konispol. Kush ishte? Mademoiselle Linda. E burruna? Jo, ç'na? Eftova për drek. Alo. Centralin e kinostudios deshëm. Jo, vllai, nëse do t'i lartë ardhave, keni ra gabim. Po mbyllë më të lutem. Neve kërkojmë centralin e kinostudios. Profesor, si jeni? Mirë. Ju kam sjell një libër me poezi. Lina, unë u afash njerë, me gjithë se fjalla këtu nuk është vetëm të kohë. Natyra e zërit tuaj, si të them. Natyra e shtrirë e muzikës ime shumë e vështirë. Po kjo është arsyeja që kam dëshirë të këndoj muzikën tuaj. Unë kam nevojë të thyej vetveten. Besoj unë e kam të pamundur. Profesor, unë nuk ju detyroj të shkruani patjetër një këngë për mua, po një gjë u kërkoj me këmbgulje. Çfarë? Të paktën të më dëgjoni 5 minuta në piano. Shkoj në salën e shfaqjeve, në këtë orë të tëra pianot janë cena. Alo, centrali kinostudios. Më falni, mos ndodhi gjë kafsh aty kompozitor Pietri. Neve i kia kërkojmë jemi poet. I kemi shkuar një poezi që e kemi titulluar Të dashuroj. Nuk e dim se ç'mendim keni ju si centraliste, por ne mendojmë se problemet dalin. Në epicentër të poezisë kemi vënë fshatrasinë kooperativiste dhe rolin e saj për ndërtimin e familjes son të re. Ndërsa në stofën e dytë kemi menduar të trajtojmë... Alo? Centraliste në kinostudio Grua e Botës dhe as ki e qanë kokën në fare për historinë e poezisë shqipe. Hajde prit pastaj filma me cilësit lartë nga kinostudio. Një dita, profesor Pietrin, ku mund t'a gjej? Në s'keme keni. Faleminderit. Jo, Linda, ta thash një herë. Nota e gjatë kërkon patjetër spostimin e diafragmës sime. Mirela, unë për ju do të kompozoj vetëm pas vdekjes. Mirela prit, Mirela ndaj. Mirela! Mos i këtë lutem, të them dy fjalë. Mirela ime, më fole rëndë, por ty kam shkruar me mira këngë. Unë e gjora, unë e marra, si se kuptova, pak më përpara. Dalgan për prune, për lozonjare, ndërsa për mua, si kohë pare. Mirela ime, je më e mira, je jeta ime, mos vol marzira. E lutem shtuko, s'ta duroj dot, sa do të plas